Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me e-klasën, unë jam Sladin Abdulli dhe ju ndiqni pra lëndën e edukimit qytetar. Tema e ditës së sotme është qytetari dhe shteti, shoqëria dhe shteti. Qëllimi i orës mësimore është pra që të mësohet se çfarë është shteti, si është organizuar pushteti në vendin tonë dhe cilat janë mundësitë të qytetarëve për pjesëmarrje aktive në shoqëri. Siç e dim pra, njeriu nga natyra është qenie sociale, është pra qenie shoqërore. Një prej nevojave të tij të lindura është të krijojë marrëdhënie ndërnjerëzore me qenie tjera njerëzore. Pra, të komunikojë, të bashkëpunojë, të diskutojë. Ë që në të kaluarën e largët, njerëzit kanë kuptuar se janë të varur mes vete dhe se kur ekziston bashkëpunimi mes tyre, ata mund të lehtësojnë përditshmërinë dhe të sigurojnë pra mbijetesën dhe përparimin personal. Pra, një ndërveprim, një bashkëpunim, një marrëdhënie mes njerëzve është e detyrueshme pra. Pikërisht për këtë arsye, njerëzit kanë filluar të grupohen në lloje të ndryshme të bashkësive, me çka është krijuar pra edhe shoqëria. Edhe si gjithçka tjetër që ndryshon, pra që rrjedh, që tjetërsohet, funksionimi në bashkësi i njerëzve i mundsoj që gradualisht të rrisin pra ndikimin e tyre ndaj natyrës dhe të përsosin mjetet e punës. Pra, edhe shoqëria ndryshon, edhe shoqëria ka ndryshuar me kalimin e kohës. Edhe ka kaluar nga një formë në një formë pra tjetër. Në këtë mënyrë shoqëria ndryshon dhe zhvillohet vazhdimisht. Për shembull, me zbulimin e rrotës është mundsuar lëvizja më e lirë e njerëzve e me këtë edhe komunikimi më i madh mes tyre, si dhe transport më i lehtë i ushqimit dhe i materialeve. Dhe tha, gjithçka është bërë nga më e vështira pra tek më e lenta, nga më e thjeshta tek pra më e përsosura. Edhe si çdo edhe si në çdo vend tjetër pra, edhe si çdo gjë tjetër, edhe në shoqëri pra vlen rregullat, edhe ka edhe rregulla. Që shoqëria pra mund të mbijetojë, njerëzit kanë komunikuar dhe kanë mbajtur lidhje pozitive. Pra, në bazë të vlerave të përbashkëta, ata kanë krijuar dhe vendosur rregulla të caktuara, të cilat duhet të respektoheshin nga të gjithë. Pra, sipas kësaj, shoqëria paraqet një grup të organizuar të njerëzve, të cilët kanë lidhje të ndërsjella dhe jetojnë së bashku në bazë të rregullave të përbashkëta. Pra, mbijetesa ose ekzistenca e një shoqërie varet nga respektimi i rregullave, edhe progresi përparimi i një shoqërie varet nga respektimi i rregullave. Mos respektimi i rregullave nxënës pra çon në kaos, çon në të llovi, edhe çon në regres pra shoqërinë. Institucionet dhe shteti, me kalimin e kohës është paraqitur nevoja e ekzistimit të institucioneve, gjithsesi pra organeve të vendosura formale që funksionojnë në bazë të rregullave të vendosura qartë, përmes të cilave njerëzit mund të realizojnë pra nevojat e tyre në mënyrë të organizuar. Pra, krahas institucioneve në një nivel të caktuar të zhvillimit të shoqërisë është krijuar edhe shteti, si rezultat i bashkimit të njerëzve. Tani nga ato format e para të bashkësive deri te krijimi i institucioneve është parë më vonë se si një domosdoshmëri për të mbijetuar pra shoqëria njerëzore, edhe krijimi i vet shtetit, i cili pastaj do vendoste rregulla rend, mënyra, forma se si të ecte pra shoqëria edhe më tej përpara edhe me hapa më të mëdhenj. Shteti pra vendos pushtetin, vendos rendin, vendos rregullat e tij. Pra vendos pushtetin, rendin, organizimin dhe mbrojtjen e një territori dhe banorëve të saj. Shteti siguron respektim të rregullave të vendosura e me këtë edhe siguri dhe paqe në shoqëri. Pra, një paqe e domosdoshme. Për dallim nga shoqëria, shteti posedon mekanizma, gjithsesi institucione, përmes të cilave mund të sigurohet që njerëzit të respektojnë rregullat e vendosura, të cilat janë në interes të së mirës së përgjithshme të të gjithë qytetarëve. Pra, prej këtu
rezulton edhe për kufizimi për shtetin si shoqëri organizuar. Pra shteti është një shoqëri organizuar, përmbledhje e institucioneve që krijojnë dhe zbatojnë rregulla në një territor të caktuar, të dedikuara për popullatën e atij territori. Ë Kush janë karakteristikat të shtetit? Secili shtet ka disa karakteristika apo disa shenja, siç janë territori, popullata edhe pushteti. Territori është i domosdoshëm për funksionimin e shtetit. Ai në fakt është hapësira në të cilën shteti ushtron pushtetin e tij, i përcaktuar me kufi të përkufizuar qartë, përmes të cilëve shteti ndahet pra nga shtetet fqinje. Çdo shtet ka territorin e tij, ka hapësirën e tij të përkufizuar sakt, e cila e ndan pra një shtet nga shtetet fqinje. Popullatën e përbën njerëzit që jetojnë në një territor të caktuar shtetëror, dhe si çdo shtet pra ka popullatën e vet me numër të përcaktuar. Pra popullata e një shteti i përfshin shtetasit e atij shteti, si dhe të huaj që qëndrojnë në territorin e atij shteti, sidomos tani në kohën e globalizmit, pra nuk ka vetëm një vend edhe të ketë vetëm njerëz nga populli apo vendi i tij, njerëzit lëvizin edhe për shembull në këtë kohë të globalizimit në një banesë mund të kemi pra në një ndërtesë pra mund të kemi njerëz të nacionaliteteve të ndryshme të jetojnë për shembull 10 nacionalitete të ndryshme, mos flasim pra në territorin e të gjithë shtetit. Kur flitet për ushtrimin e pushtetit publik, kjo do thotë se shtetet kanë kompetencë të përdorin mekanizma për mbrojtjen e rendit juridik në përputhje me ligjet. Për shembull, nëse ndonjë qytetar shkatron pra hapësirën publike, policia për një shkelje të tillë ka të drejtë të veprojë në përputhje me dispozitat ligjore. Pra, nëse bëjmë një dëm, duhet të dimë edhe pasojat e dëmit të shkaktuar. Ndarja e shteteve. Shtetet mund të grupohen sipas një numri të madh të kritereve të ndryshme. Por megjithatë, njëra prej ndarjeve më të rëndësishme është ndarja pra nxënës në shtete demokratike edhe shtete jo demokratike. Në shtetet demokratike, pushteti duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet. Kjo do të thotë se organet shtetërore dhe institucionet duhet të qeverisin vetëm sipas të drejtës dhe të gjithë njerëzit të jenë të barabartë përpara ligjit. Më tutje, me qëllim që të parandalohet përqendrimi tepër i madh i fuqisë në një institucion, pushteti është i ndarë në shumë institucione të pavarura prej njëra tjetrës, pra ndarja e pushtetit. Më e rëndësishme nga të gjitha, brenda një shteti edhe brenda një shoqërie, nxënës është që njerëzit të jenë të barabartë të gjithë pa përjashtim përpara ligjit. Qofshin ato të cilët kanë pushtetin, qofshin ato të cilët janë në opozitë, qofshin ato shtresa e mesme, e ulët, e lartë, pavarësisht do të thonë se kujt i takojnë edhe si shihen pra nga njerëzit të gjithë duhet të jenë të barabartë përpara ligjit, dhe ligji duhet të vlejë pra njëjtë për të gjithë. Nëse kemi një shoqëri e cila respekton ligjin dhe në të cilën të gjithë janë të barabartë përpara ligjit, do thotë progresi është i garantuar. Shtetet demokratike është me rëndësi të përmendet se në këto shtete pra pushteti mbështetet në pajtueshmërinë e shumicës së qytetarëve. Pra, shumica vendosën, çaj 51% të cilën shpesh e shohim nëpër lajme. Gjithsesi, pushteti është në duart e përfaqësuesve të zgjedhur përmes zgjedhjeve korrekte, të lira, shumë partijake dhe demokratike. Karakteristikë pra e demokracisë është që zgjedhjet të jenë korrekte, të lira, njerëzit të jenë të lirë në përzgjedhjet e tyre, të jenë shumë partijake, të mos ketë vetëm një parti, sepse atëherë nuk kemi të bëjmë me demokracinë, edhe të jenë pra demokratike. Llojshmëria politike, por edhe ajo shoqërore dhe ekonomike kontribojnë në përmirësimin e së mirës së përgjithshme të gjithë qytetarëve. Në këtë mënyrë pra nxithet bashkëpunimi mes të gjithë qytetarëve dhe grupeve në shoqëri. Shkëmbeni ide dhe qëndrime të ndryshme të qytetarëve u mundësohet të marrin vendime të informuara për çështjet që janë në interesin e tyre. Pra, vota në demokraci nxënës është e shenjtë dhe ajo duhet të jetë e lirë, e pa ndikuar nga asgjë, as e blerë, as e shitur, as një formë pra tjetër. Është e shenjtë edhe si e tillë duhet të respektohet.
Kushtetuta dhe institucionet në të gjitha shtetet demokratike, kushtetuta dhe institucionet garantojnë pra mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut dhe të gjithë qytetarëve pa përjashtim. Kjo do thotë se, krahas faktit që ekzistojnë ligje, në shtet ka edhe institucione efektive përmes të cilave njerëzit mund të realizojnë dhe të mbrojnë të drejtat e tyre. Në shtetet jo demokratike, në këto shtete, pra elementet e sipër përmendura nuk respektohen ose janë dukshëm të zvogluara nga slajdi më parshëm, ato të cilët cekëm. Pra janë të gati se të minorene ose të zhdukura pra tërësisht. Në to pra, në shtetet jo demokratike, nuk ekziston angazhim për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Shtetet jo demokratike nuk u sigurojnë qytetarëve të tyre liri, pra barazi, drejtësi dhe pjesëmarrje, dhe zakonisht një person ose një grup i vogël i njerëzve sundon me të tjerët në mënyrë pra arbitrare. Figurativisht, si në figurën këtu në të gjatë të ekranit, pra kur një njeri e urdhrat dhe të tjerët janë të detyruar të zbatojnë. Është vështirë të matet se sa është demokratike një shoqëri, veçanërisht për shkak se demokracia në shtet nuk është e siguruar një herë për gjithmonë, por avancohet dhe ndryshon pra vazhdimisht. Nga rubrika a e dini se, pra a e keni ditur se, në një shtet, pra ka ambasadë të një shteti tjetër, territori ku gjendet ambasada konsiderohet se është territor i shtetit që e përfaqëson. Për shembull, në Republikën e Maqedonisë, territori i ambasadës së Republikës së Shqipërisë, pra është territor i Republikës së Shqipërisë dhe aty ka qasje vetëm Republika e Shqipërisë. Ani se pra vendi dhe ndërtesa gjenden pra në Republikën e Maqedonisë. A keni ditur se Kina dhe India janë shtete me numër më të madh të popullatës dhe së bashku përbëjnë më shumë se 1/3 e popullatës së përgjithshme të botës. Edhe për fund, nxënës, një detyrë për ju, të cilën ju videon e bëni pauze, merrni shënim, pastaj përgjigjet i dërgoni pra në mësuesve tuaj, pra paramendoni se në çfarë shteti do doni të jetoni. Pra, shkruani një ese në të cilën do t'i sqaroni karakteristikat e shtetit ideal sipas qëndrimeve tuaja, pra shtetit tuaj ideal. Diskutoni për idetë e ndryshme që do të paraqiten në eset e punuara dhe pastaj esen si të tillë ma dërgoni mua. Besoj se isha i qartë edhe kësaj radhe. Ju faleminderit shumë dhe dëgjohemi në videot e ardhshme.